Mirëmëngjes gjithëve, mirë se keni ardhur. Jemi në një fazë shumë të rëndësishme, jemi në fazat e debateve çerek finale. Kjo është çerek finale e dytë që zhvillojmë në mënyrë që të zbulojmë pastaj edhe se cili do të jetë gjysmë finalisti i dytë, që do të vazhdoj garën për finalet e mëdha pastaj edhe të vogël, duke ju uruar shumë fat. Dua t'ju falenderoj dhe t'jap mirëseardhjen dy shkollave, Aleksandër Mojsiu nga Kavaja dhe shkolla Asim Zeneli nga Gjirokastra. Dhe padyshim dua të falenderoj dhe mësuesit tuaj që në këtë rrugtim të gjatë kanë qenë pjesë e pamdalur e përgatitjes suaj dhe mentorimit tuaj, një dorë të kitje edhe për to. Ky aktivitet nuk do të ishte i mundur nëse nuk do të kishim padyshim mbështetjen e dur, sikurse është Agjencia Kombëtare e Rinisë dhe AMSHC, ndaj edhe ata i falenderoj pa duar trokitje këtë herë. Shaka. Jo, është shumë i rëndësishëm kontributi i tyre në nivel financiar dhe në mbështetje, padyshim edhe në nivel partneriteti i të gjithë aktorëve që janë pjesë e këtij kompeticioni, ndaj na duhen edhe më shumë në mënyrë që të bëjmë gjëra edhe më të bukura, sikurse vitin që vjen kemi dhe edicionin e 10 pra. 10 vjet ridebate. Të gjithë ne kemi qenë pjesë e këtij procesi të gjatë, duke filluar nga Aspasiana, nga unë, edhe shumë të tjerë që na janë bashkuar në rrugtim, sikurse është edhe Eugena apo Ladi që ka qenë pjesë e pandalur e vlerësimit edhe gjykimit. Po, ndaj dua të falenderoj jurin ton, Aspasiana Kongo, eksperte e politikave rinore, ka qenë edhe koordinatore e një prej projekteve më të mëdha që ka prekur vendin, Tirana European Youth Capital 2022, nga ana tjetër Vladimir Tano, gazetar në Radio Televizionit Shqiptar për vitesh tashmë, ka kontribuar sigurisht në promovimin e të rinjve, duke i bërë pjesë të emisionit të tij dhe shumë projekteve tjera që kanë të bëjnë pikërisht me të rinjt dhe fokusin e tyre, dhe Eugena Gjoka, e cila na rikthet dhe bashkohet në këtë kampionat nga Fakulteti i Shkencave Sociale, Departamenti Filozofia. Kështu që shumë faleminderit për jurin. Pa humbur kohë, do të fillojmë me debatin e parë, debatin e skuadrave. Debat i cili do të vërë në këtë përballje pikërisht të dy skuadrat që ne i kemi dhe kanë arritur me rezultate shumë të mira në këtë fazë çerek finale. Kështu që do të ftoj Kesin, apo jo, Kesin, bëj përzgjedhjen të ato dy zarfet aty. Zgjedh. Zbulojmë temën. Atëherë do lexojmë edhe një herë. Okay. Agenda e gjelbër, plani domosdoshëm që kërkon zbatim të menjëhershëm. Pra, agenda e gjelbër, plani domosdoshëm që kërkon zbatim të menjëhershëm. Kjo është tema. Do të zbuloj Danieli tani një qëndrim që do të mbajnë dy skuadrat tek globi. Kundër do t'jetë skuadra e Asim Zenelit, pro do t'jetë skuadra Aleksandër Mojsiut. Keni 7 minuta kohë përgatitore.
Jemi gati, fillojmë me debatin e parë, debatin e skuadrave. 8 anëtarët do të kenë drejtën e fjalës për 1 minutë maksimalisht për secilin. Suksese dhe jepni më të mirë. Atëherë, përshëndetje, unë jam Kesi Sheh nga Gjimnazia Aleksandër Mërsiu Kavaj. Sot ne mbajmë qëndrimin se agjenda e gjelbër është plani domosdoshëm dhe kërkon zbatim të menjëhershëm. Arsyeja kryesore pse agjenda e gjelbër duhet zbatuar menjëherë është shëndeti i njerëzve. Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, ndotja e ajrit shkakton rreth 4.2 milion vdekje të parakohshme çdo vit në botë. Grimcat PM2.5, të cilat dalin nga makinat, fabrikat dhe djegja e mbetjeve, futen direkt në mushkëri dhe shkaktojnë sëmundje si astma, sëmundjet kardiovaskulare dhe kanceri. Në Shqipëri, sidomos në Tiranë, trafiku dhe ndotja janë bërë një problem i madh. Mjafton që të shikosh smogun që krijohet në dimër apo numrin e madh njerëzve të cilët vuajnë nga alergjitë apo sëmundjet respiratore. Nëse ne do të veprojmë tani, rezultati do të jetë i shpejtë. Pra do të kemi ajër më të pastër, më pak sëmundje dhe më pak shpenzime të çuara në ilaçe apo spitale. Çfarë mund të bëjë konkretisht Shqipëria për të zgjidhur këto probleme? Mund të shtojë ose mund të pajisë qytetet me autobus elektrik, të forcojë më shumë politikat për sa i përket ndalimit të djegjes së mbeturinave, se të ketë kontroll më të madh mbi makinat të cilat e ndotin mjedisin. Prandaj duhet kuptojmë se nuk është thjesht çështje për mbrojtjen e mjedisit, zbatimi i agjendës së gjelbër, por edhe çështje jete. Nëse ne e dimë që po na dëmton gjithë kjo ndotje e ajrit, atëherë pse duhet të presim akoma më shumë? Faleminderit. Përshëndetje të gjithëve, të falenderoj shumë për argumentat që sapo dhe Kesi. Po në të vërtetë një pyetje shumë e madhe që neve duhet që të ngrejmë sot në 2026 ku ne jetojmë është se si neve nuk duhet që ta trajtojmë bashkinë, të gjitha bashkitë e Shqipërisë sikur kanë mundësi të barabarta. Në fillim të vitit secila bashki në Shqipëri përcakton një plan buxhetor, e cila më pas përcakton të gjitha shpenzimet që neve do të hedhim. Dhe në të vërtetë asnjë prej bashkive në Shqipëri nuk përcakton një plan buxhetor të njëjtë, duke na bërë kështu të themi se buxhetet e ndryshme do të kërkojnë mundësi infrastrukturore të ndryshme. Pasi çdo mundësi infrastrukturore, siç përmendeti pak më përpara si për shembull vendosja autobusave elektrik apo forcimi politikave kërkon një buxhet shumë të madh. Dhe në momentin që secila bashki nuk e ka këtë buxhet dhe nuk e disponon, atëherë kjo gjë nuk mund të bëhet në një plan të menjëhershëm, pasi do të bëhet në bashki si Tirana, ku buxheti është shumë i madh, por nuk do të bëhet në bashki të tjera, siç është për shembull Gjirokastra, me një buxhet të vogël. Dhe për këtë, siç na thotë edhe vetë tema, agjenda e gjelbër, zbatim i menjëhershëm. Nuk do të jetë një zbatim i menjëhershëm, por ama një zbatim i përkohshëm. Sipas të dhënave të Instat në vitin 2024, në momentin që neve shkojmë nga bashkitë me një popullsi më të madhe drejt bashkive me popullsi më të vogël, GDP-ja për secilën bashki ulet me 36%, duke theksuar kështu se një buxhet i ndryshëm do të sigurojë mundësi të ndryshme për secilën bashki. Faleminderit. Shumë faleminderit Daniel për argumentin tënd dhe jam shumë dakord që agjenda e gjelbër mund të duket e kushtueshme, por e vërteta është që kostoja e mosveprimit është akoma dhe më e kushtueshme se kostoja e veprimit. Përmbytjet, zjarret, thatësirat dhe temperaturat ekstreme janë dukuri që ne hasemi, sidomos përmbytjet, siç e dimë në qytetin e Durrësit, Shkodrës, Fierit dhe gjatë këtyre dukurive ne kemi harxuar miliona euro vetëm për rindërtim të shtëpive, rrugëve, shkollave, madje edhe në bujqësi. Nëse ne nuk investojmë sot për mënyra parandalimi, buxheti që ne do të harxojmë nesër për rindërtimin e këtyre do të jetë akoma shumë më i madh pra se dëmi. Dhe kur flas për mënyra parandalimi, e kam fjalën për mbrojtje nga prerja e pyjeve ose veprimet pranë lumenjve, flas për sisteme moderne kullimi. Nëse ne nuk shpenzojmë sot, atëherë do të humbim shumë më shumë nesër. Agjenda e gjelbërt pikërisht këtë gjë kërkon dhe fjala menjëherë nuk është një luks, por është siguri, si nga ana ekonomike, ashtu dhe nga ana sociale. Dhe logjika e argumentit tim është shumë e thjeshtë. Pse të mos investojmë sot, por duhet paguajmë se s'bën nesër? Faleminderit.
Përshëndetje, ju dëgjova me vëmendje, por duhet të kundërshtoj pasi një politik mund të ketë qëllime të mira, por kur ajo nuk zbatohet siç duhet, atëherë ajo krijon padrejtësi. Ky është një nga problemet më të mëdha që mund të haset në një tranzicion të menjëhershëm, ku kostot më të rënda bien, siç tha dhe ju, mbi njerëzit me më pak mundësi ekonomike. Kur rritet çmimi i energjisë, si taksës së karburantit apo standardet bëhen të detyrueshme, atëherë familjet me të ardhura më të ulta janë ato të cilat goditen të parat. Ato nuk mund të ndryshojnë makinën, nuk mund të rinovojnë shtëpitë dhe nuk mund të paguajnë për mënyra alternative më të shtrenjta. Dhe kjo nuk është thjesht një teori, por një shembull konkret në Francë, ku me rritjen e taksës së karburantit, Gilets jaunes, ndryshe të njohur si jelek verdët, protestuan sepse po ndjenin se po paguanin për çmimin e reformës. Prandaj kështu ne na shtyn të pyesim veten, a është një tranzicion i drejtë, ai tranzicion i cili sjell më shumë presion mbi familjet me më pak mundësi ekonomike? Pikërisht pra jo. Prandaj klima nuk është i vetmi problem, por se si ne mund ta mbrojmë mjedisjen pa sakrifikuar drejtësinë sociale dhe pa e kthyer atë në një bar mbi familjet akoma dhe më vulnerabël. Faleminderit. Përshëndetje, unë quhem Kesia Salliu dhe për sa i përket argumentit tët, më lë të jap një alternativë më të shpejtë dhe më praktike, e cila është eficienca energjetike. Siç ta po thash, eficienca energjetike është mënyra më e shpejtë dhe më praktike për të ulur koston e jetesës. Kur ndërtesat izolohen mirë, atëherë harxohet më pak energji për ngrohje dhe ftoje, duke ulur menjëherë faturat. Në Shqipëri pallatet janë të vjetra dhe të paizoluara, duke harxuar energji me tepric dhe duke rënduar ekonominë familjare, që do të thotë më shumë para të harxuara çdo muaj për qytetarët. Kjo do të thotë që agjenda e gjelbër nuk lidhet vetëm me mbrojtjen e mjedisit, por edhe me përmirësimin e jetës së përditshme dhe kursimin ekonomik. Për më tepër, eficienca energjetike krijon vende të reja pune për elektricist, teknik si dhe ndërtues. Disa zgjidhje konkrete janë përdorimi i dritave LED për rrugë dhe institucione, izolimi termik i pallateve, si dhe subvencione për pajisje që kursejnë energji. Më lë të bëj një pyetje shumë të thjeshtë dhe shumë logjike. Nëse eficienca kursen energji, ul faturat, si dhe krijon vende të reja pune, atëherë cili është argumenti juaj për të qenë kundër saj? Faleminderit. Përshëndetje, ju dëgjova të gjitha me vëmendje dhe më lindi një pyetje. A jemi të sigurt që të zvendësojmë një varësi të vjetër ekonomike me një varësi të re industriale? Në ditët e sotme, ne po përpiqemi që të përdorim më shumë panele diellore, siç tha dhe ju, panele diellore ose makinat elektronike. Por në fakt, në thelbin e saj, ne kemi përdorimin e lëndëve kritike siç janë litiumi ose kobalti. Atëherë, këto lëndë janë shumë të vështira për të gjetur dhe gjithsej dhe për përpunimin e tyre, 70% të përpunimit të tyre, mund ta realizojnë vetëm 2 superfuqi qendrore. Në fakt, edhe Europa vetë ndjeu rrezikun e këtij procesi dhe për këtë arsye ata u detyruan që të ndërmerrnin një reformë në të cilën kishin për të bërë të mundur përpunimin dhe të shkëputjen prej këtyre për të mos rënë në varësinë e këtyre 2 superfuqive. Europa ndjeu rrezikun e kësaj dhe në një vend si Europa që janë kaq të zhvilluara, sigurisht që dhe ne, një vend i vogël, kishim për ta ndjerë këtë problem. Ndërmarrja e këtyre reformave mund të bëhet në një kohë të shkurtër, nuk mund të bëhet në një kohë të shkurtër, pasi duhet një siguri ekonomike për të mos rënë në varësinë e vendimeve të vendeve të tjera. Ju faleminderit. Po, është shumë e vërtetë ajo që thej për sa i përket Europës, por mendoj e vërtetë është edhe Europa sot po i kushton një rëndësi shumë të madhe temës mjedisore. Dhe unë mendoj se Shqipëria ka një objektiv kryesor që është të arrijë në BE në vitin brenda vitit 2030. Prandaj edhe ky agjendë gjelbër duhet zbatohet në mënyrë të menjëhershme, sepse BE-ja këtë e shikon si një mundësi, pra e shikon temën e klimës si një mundësi sigurie për zhvillimin, për politikën. Vetë ligji evropian i klimës thotë se ka vendosur 2 objektiva të qarta. Pikëparë objektiva e parë që duhet të arrihet deri në vitin 2030 të ulën emetimet me 55% dhe tjetra është një neutralitet klimatik deri në vitin 2050. Pra që do të thotë se çdo vend, përfshirë këtu Shqipërinë, që synon të integrohet në BE, duhet të përshtas ekonominë, duhet të përshtas politikën mjedisore, ligjet, reformat me këto standarde europiane. Pra, si mund të integrohet Shqipëria në Europën e nesërmë nëse ne vazhdojmë të ndjekim po standardet e djeshme? Pra, nëse Europa sot po investon miliarda në ekonominë e gjelbër, në transportin modern për ekologji, ndoshta dhe zbatimi menjëhershëm i kësaj agjende të gjelbër mund të jetë dhe pasaporta jonë, ajo rruga drejt BE-s. Unë dua të pyes, nëse ne kemi pra këtë dëshirë kaq të madhe të integrohemi në Bashkimin Evropian, pse ju mendoni se pse nuk duhet të zbatojmë në mënyrë të menjëhershme këto standarde që vetë Europa me cilën po ndërton veten? Faleminderit.
Atëherë përshëndetje. Agjenda e gjelbër mundet të tingëllojë si një çështje e cila është shumë e rëndësishme dhe domosdoshme për ju, por neve duhet të kuptojmë se nxitimi ndonjëherë neve na zhyt në errësirë. Dhe kjo pasi stabiliteti nuk arritur që të realizohet me vrap. Duhet të kuptojmë se agjenda e gjelbër mundet të kthehet nga një ndihmë, mundet të kthehet menjëherë në një rrezik për shoqërinë tonë. Burimet e energjisë, siç është diellja, po era kanë kërkesa shumë të mëdha, duke qenë sepse ato duhet të ruhen dhe duhet të sillen tek përdoruesi në mënyrat e tyre të veçanta. Dhe kjo gjë bën që neve të kemi nevojë edhe për rrjete të forta apo magazina të cilat shpeshherë mungojnë në Shqipëri. Për më tepër duhet të përmendim se shpeshherë natyra patjetër që është edhe e paparashikueshme. Dëgjova te grupi juaj që u përmend se eficienca ul faturat, ama këtë argument unë mund të vërtetoj të kundërtën. Agjencia Ndërkombëtare e Ekonomisë ka treguar se shumica e vendeve po tërhiqen nga reformat në lidhje me agjendën e gjelbër, duke qenë se ato nuk mundet dot që të përshtaten me infrastrukturën e tyre. Dhe kjo gjë na vendos në një nivel shumë të pabarazisë. Këtë gjë do data lidhja po ashtu edhe me një personazh të cilin neve e kemi parë në letërsi që është Ema Bovari, në të cilin ajo është zhyt menjëherë në kështjellat e saj me rër, të cilat nuk ishin një bazë të cilën mundeshin të ndërtoheshin. Faleminderit. Në rregull, unë jam Darli Dibra dhe desha të flas për agjendën e gjelbër, është një plan i domosdoshëm. Siç e dim, kemi pasur probleme me energjinë elektrike dhe si shtet na u desh të importonim këtë energji me çmim shumë të lartë. Por pse duhet të importojmë ne energjinë kur ne mund ta prodhojmë vetë, sepse kemi të gjitha kushtet. Ne kemi afërsisht 300 ditë me diell, erë dhe hidrografi në të gjithë vendin. Gjithashtu, Europa prodhon më tepër energji elektrike se sa po sigurohet në lëndët fosile. Ne duhet të përfshihemi sa më shpejt të jetë e mundur, në qoftë se duam të shpëtojmë nga importet me çmime të rënda dhe pse jo të shesim energji në vendet e tjera. Desha të shtoja gjithashtu që në kohën e komunizmit ne kishim centrale të cilat prodhonin energji elektrike, si Fjerxhës apo i Komanit e të tjerë. Gjithashtu këto centrale mund të futen përsëri në punë, sepse akoma këta inxhinier që i kanë ndërtuar janë gjallë sot dhe i kanë informacionet e tyre. Atëherë përshëndetje. Si fillim duhet të kuptojmë se politikat e menjëhershme të agjendës së gjelbër në teori mund të tingëllojnë shumë mirë, por në praktik njerëzit nuk mund të përshtaten menjëherë dhe me nxitim. Qeverit në fillim duhet t'ju japin kohë dhe burime qytetarëve, pra për këto, dhe sepse pa ndihmën e këtyre reformave, siç mund të jetë transporti publik ose subvencionet, qytetarët mund ta kenë shumë të vështirë që të përshtaten me këto politika dhe mund të i shohin si një ndoshkim. Sipas studimeve të Policy Sequencing, 47% e europianëve janë të pasigurt se shtetet e tyre po marrin këto reforma kombëtare dhe ndjehen në dyshim për këto, duke sjellë që duke si që të shihen se fjala menjëherë po shihet më shumë si një kufizim se sa si një progres. Nuk mund të pretendojnë se reformat e agjendës së gjelbër do të sjellin një progres kaq të madh, në qoftë se zërat e qytetarëve zvendësohen me pakënaqësi. Faleminderit. Përshëndetje, quhem Alvi dhe dua të theksoj diçka me parafolsin tim. Agjenda e gjelbër nuk është vetëm një plan i domosdoshëm që ndihmon në mjedisin e shtetit tonë, por ajo gjithashtu do të ndihmonte në ekonominë e tij. Në agjendën e gjelbër, shumë fusha të vjetra mund të eliminohen, por kjo thjesht do të sjellë fusha dhe krijime të reja për të rinjt shqiptar. Dek të punës në ndërtimin e paneleve diellore, ndërtimin me banesa ekologjike e të tjerë, hapin sa më shumë mundësi për të rinjt shqiptar që të zhvillohen. Nëse ne do të arrijmë të këtë gjë në agjendën e gjelbër, përveç këtyre lloje punësh që janë në zhvillim të shumë në Shqipëri, këto do të hapin edhe shumë punë jashtë në Europë për shqiptarët. Pra do të sjellë bashkëpunimin midis neve dhe shteteve të tjera, sepse punët në agjendën e gjelbër janë gjithashtu shumë në zhvillim dhe jashtë Shqipërisë në Europë. Pra, një pyetje kam për palën kundërshtare. Si mund të themi që agjenda e gjelbër nuk na ndihmon, kur ajo ndihmon mjedisin, por gjithashtu hap edhe shumë rrugë zhvillimi për të rinjt shqiptar? Përshëndetje, e dëgjova me vëmendje argumentin tuaj, por unë jam i mendimit se kur fondet rriten, rritet edhe tundimi për korrupsion, gjë që nuk e përjashton shumë këtë agjendën e gjelbër. Zbatimi menjëhershëm i agjendës së gjelbër sjell me vete mbartë, do të thoja me vete edhe një rrezik real për korrupsionin dhe shpenzimet jo efikase. Sipas Bankës Botërore, projektet publike të përshpejtuara kanë gjasa të tejkalojnë afatet dhe buxhetin pikërisht sepse proceset e vlerësimit dhe kontrollit shkurtohen. Kjo do të thotë se fondet rriten dhe presioni për të shpenzuar ato rritet gjithashtu, ndërkohë që rreziku ndaj tenderave mashtrues dhe vendimeve të nxituara bëhet më i lartë.
Edhe Forumi Ekonomik Botëror thekson se sektorët e investimeve të mëdha publike dhe me teknologji të reja janë shumë më të ekspozuara ndaj këtyre korrupsioneve që bëhen, sidomos në vendin ton, dhe sidomos kur institucionet nuk kanë kapacitetet e plota për mbikëqyrje. Pra, problemi jon kryesor nuk është ideja e tranzicionit të gjelbër, por ritmi. Një tranzicion i mirë duhet jetë i qëndrueshëm dhe jo thjesht i shpejt. Në fund, ne kuptojmë se nuk duhet të kundërshtojmë mundësinë se brenda një kauze të mirë të fshihen interesa, abuzime dhe korrupsion, sepse kur politikat nuk janë transparente, rritet dyshimi dhe jo besimi. Faleminderit. Përshëndetje, unë jam Romina, jam shumë dakord me argumentin tënd, por Shqipëria është një vend që po preket akoma edhe më shumë nga krizat e mbetjes. Sipas një studimi të Eurostat, mbi 50% të mbetjeve përfundojnë akoma në landfill, ndërsa vetëm 19% të tyre arrin të riciklon ose të ripërdoren. Plerat ose mbetjet dëmtojnë tokën, detet ose lumenjt, ndërsa djegja e tyre dëmton ajrin dhe vetë ne si persona ose individ të këtij vendi. Gjithashtu, ajo që ne duhet të bëjmë është të krijojmë qendra riciklimi ose të ripërdorimit pranë qyteteve me ekonomi të zhvilluar, të vendosim gjoba për ndotësit dhe të mbahet ndarja e burimeve dëmtuese. Gjithashtu, vetë Agjenda e Gjelbërt siguron kalimin e një ekonomie qarkulluese më efikase, ku mbetjet të riciklohen ose të ripërdoren. Më lejoni t'ju them edhe një pyetje. Çfarë mund të themi që akoma mbetjet të shkojnë në landfill dhe jo të riciklohen ose të ripërdoren? Përshëndetje. Ju thatë se mbetjet janë një problem i madh, por duhet përmendur se Agjenda e Gjelbër është një ëndër shumë e bukur, por parojnë të forta mund të thahet para se të lullzoj. Kjo sepse politikat e gjelbra kanë nevojë për planifikim të hollësishëm, monitorim të vazhdueshëm, kontroll financiar dhe institucione të afta për t'i menaxhuar këto projekte të ndërlikuara. Sipas një raporti të World Bank, vendet me institucione të dobta hasin dobësi institucionale që ndikojnë që pengojnë zbatimin efektiv të reformave klimatike dhe energjetike. Në fakt, sipas FMN-s, 50% e efektivitetit të këtyre investimeve humbet në infrastrukturën e gjetbër. Për vende me administratë të brisht, shpejtësia nuk do të thotë sukses, sepse sjell mosbesim publik, sepse qytetarët shohin rritje çmimesh dhe përfundime të dobta. Prandaj, çfarë vlere ka një reformë e shpejt nëse në fund sjell më shumë diskutim se sa përfundime. Faleminderit. Përshëndetje, jam Shejana, jam shumë dakord me sy artimet, por Agjenda e Gjelbërt synon një qytet pa zhurmë dhe pa ndotje, por më shumë hapësira publike. Qytetet e zhvilluara si Tirana, njerëzit humbasin shumë kohë në trafik dhe ndotja është një problem serioz. Investimi te transporti publik dhe te bicikletat do të thotë rrugë me më pak makina dhe cilësi jetese më e mirë. Për këtë cilësi jetese, më të mirë duhet investime që Agjenda e Gjelbërt i mundson, që janë transporti publik, më shumë kursi bicikletash, hapësira, parqe të gjelbëruara. Dhe në fund të ditës, ne duam një qytet të zhurmshëm me ndotje apo një qytet që qytetarët të marrin frymëlirshëm. Faleminderit. Përshëndetje. Në temën që po trajtojmë, unë mendoj se anët negative janë më me perë se anët pozitive. Ju dëgjova duke thënë se Agjenda e Gjelbër sjell kursime ekonomik, por unë mendoj të kundërtën. Unë mendoj se zbatimi menjëhershëm i Agjendës së Gjelbër mund të sjellë më tepër harxhim ekonomik, probleme ekonomike se sa zgjidhje reale. Kalimi menjëhershëm drejt energjisë së pastër ose transportit elektrik mund të kërkojë miliona euro investime në infrastrukturë ose subvencione, të cilat shumë shtete nuk i përballojnë dot. Gjithashtu, sipas vlerësimeve të institucioneve ndërkombëtare, tranzicioni i gjelbër në vendet me zhvillim, që janë ende në zhvillim, mund të konsumojnë 4 deri në 6% të produktit të brendshëm bruto, e cila nuk do të pritet mirë nga shumë vende. Gjithashtu, duke avancuar agjendën e gjelbër, do të vuajnë dhe qytetarët, sepse do të humbasin ndoshta vendet e punës, ose do të rritet kostoja jetesës dhe energjisë. Po e njëjta gjë mund të thuhet edhe për bizneset e vogla, të cilët do të shkojnë drejt falimentimit ose siç e përmenda, humbjen e vendeve të punës. Pra, një tranzicion i paqëndrueshëm ekonomik nuk mund të quhet një zhvillim i qëndrueshëm. Prandaj agjenda e gjelbër duhet të zhvillohet në mënyrë graduale, dhe jo me nxitim politik, sepse në fund të këtij debati ne nuk jemi kundër mbrojtjes midisore, por ne jemi kundër hapave të shpejtë dhe të paprologaritur të zhvillimit të agjendës së gjelbër, të cilat mund të çojnë në një bare ekonomike sesa zgjidhje reale. Faleminderit. Faleminderit ju.
Do të vijojmë me debatin e dytë, debatin e literave. Në këtë përballje do të kemi Danielin dhe Casey, përsa i takon njërës prej temave që kanë të bëjnë me temat spontane. Kështu që të zarfat aty, Danieli do më ndihmoj të përzjedhi, dhe të zbulojmë edhe se cila do të jetë tema. Kalojani pak mikrofonin, më falë. Vota e detyrueshme duhet të aplikohet edhe në Shqipëri për të rritur përgjegjësinë qytetare. Okej, e lexojmë edhe një herë temën. Vota e detyrueshme duhet të aplikohet edhe në Shqipëri për të rritur përgjegjësinë qytetare. Kjo është era e parë që na bie kjo temë. Në mos gaboj, zbulojmë Casey edhe qëndrimin, pro ose kundër. Pro, do të jetë Casey, kundër do të jetë Danieli, përsa i takon temës, vota e detyrueshme duhet të aplikohet edhe në Shqipëri për të rritur përgjegjësinë qytetare, 7 minuta kohë përgatitore.
temës së votës së detyrueshme. Duhet apo nuk duhet? Kjo është çështja. Do të diskutojmë mes Kesit dhe dhe Danielit. Kështu që shumë suksese të dyve, edhe bëni një debat të mirë, edhe uroj që të na bindni dhe ne edhe jurin. Faleminderit, sukses. Atëherë, përshëndetje edhe një herë. Për sa i përket temës vota e detyrueshme duhet të aplikohet edhe në Shqipëri për të rritur përgjegjësinë qytetare, ne mbajmë qëndrimin pro. Duke qenë se vota është përgjegjësia e parë që ka një individ për sa i përket shoqërisë së tij, është mënyra e parë konkrete që ai mund të veprojë në shoqëri. Nëse ne nuk na pëlqen diçka, kemi mundësi që ta votojmë për ndryshim dhe siç thash edhe një herë, është përgjegjësia e parë që ne kemi dhe mënyra më e mirë që ne të rrëzojmë atë çka nuk na pëlqen dhe të zgjedhim atë që ne na pëlqen më shumë. Statistikat thonë që numri votuesve po ulet dita ditës. Kjo për shkak të bindjeve të ndryshme politike apo humbja e besimit ndaj shtetit. Mos votuarit ndikon drejt për drejt tek pjesa e si të themi, fillojmë dhe kemi një indiferentizëm ndaj shtetit ton, ndaj shoqërisë, ndaj vetes. Pra, nëse ne duam zgjedhje më të mirën dhe të votojmë, pse mos ta bëjmë këtë gjë, dhe zgjedhim të jemi indiferent, që ndrojmë indiferent ndaj asaj çka do të na sillte ne më të mirën. Ne nuk mund të themi që shteti nuk po na i plotson ne këtë gjë apo këtë gjë tjetër, kur jemi vetë ne ata cilët nuk zgjedhim të votojmë dhe diçka e tillë kthehet përsëri po tek ne, të cilët vim në një pikë ku nuk na pëlqen ajo çka bëjmë dhe ja kthejmë shtetit, por duhet kuptojmë që çdo gjë nis nga vetja. Pra, duhet jemi të bindur me veten për të votuar si mënyra më e mirë për të sjellë ndryshim dhe për të realizuar ato bindjet tona, ato çka ne na pëlqen më shumë. Prandaj kisha edhe një pyetje për palën kundër. Nëse të gjithë do të zgjidhin mos votonim, çfarë do të ndodhte me shtetin ton? Atëherë edhe një herë përshëndetje të gjithëve. Shumë faleminderit për argumentet që sapo dhe Casey. Atëherë tek pjesa kur përmendej që në Shqipëri po ulet numri votave nga ana e qytetarëve dita ditës, dhe dy argumentat të cilat qëndrojnë shumë mirë. Është humbja e besimit politik tek ana shtetërore dhe pastaj edhe largimet të cilat lidhen me anën e të rinjve. Kapemi tek fjala kyçe, humbja e besimit tek shteti. Pse neve synojmë që të gjithë ata të cilët tashmë nuk votojnë të kenë besim tek shteti, kur ata më përpara nuk kanë një të tillë. Pra, në momentin që neve secila një pjesë e madhe Shqipërisë e votuesve nuk ka një besim tek shteti dhe kështu nuk i përmbush ato kushtet të cilat ata kanë vendosur në mendjen e tyre për të votuar atë parti kryesore politike që ata synojnë. Pse neve lind pyetja, pse neve pikërisht synojmë apo kemi në mendje që dhe ata indiferentët të kenë besim politik tek shteti. Nga ana tjetër, ne përmendë shumë mirë që demokracia është ai lloj regjimi i cili bëhet nga populli për popullin. Pra, si pasojë e kësaj gjëje, secili prej ne ka, le të themi, një angazhim moral anën e votës, por ana e demokracisë nuk i bëhet vetëm nëpërmjet votës, jepen nëpërmjet aktiviteteve politike, aktiviteteve në komunitet, ndihma që ato do të japin e të tjerë. Dhe për këtë arsye, në momentin që neve synojmë që demokracia të shpreh vetëm nëpërmjet votës, atëherë neve kemi një thyrje legjitime të këtij përkufizimi. Pasi neve themi që demokracia nuk shpreh vetëm nëpërmjet votës, por ama shpreh se sa ne jemi të aftë të ndihmojmë të tjerë në komunitet, sa jemi ne të aftë që të mbajmë rregullat e njeriut dhe po ashtu ligjet morale që neve kemi. Faleminderit. Atëherë, për pjesën që thej që pse duhet të bindim edhe persona të cilët nuk kanë dëshirë të votojnë që të jenë votues. Ndryshimi nuk fillon vetëm nga një person. Pra ne mund të themi që po unë do bëj ndryshimin për veten, por ne kemi parë dhe historia ka treguar që një person i vetëm ka sjellë ndryshime shumë të vogla se sa shumë veta të bërë bashkë për një kauzë apo një nismë të caktuar. Pra ndoshta ne vetëm mund të jemi shumë të vegjël përballë një shteti kaq të madh, por nëse të gjithë së bashku ngrihemi për diçka që nuk na pëlqen, për të votuar për të mirën tonë të përbashkët, atëherë me vërtet do të sillen ndryshime. Pra gjëja bëhet në komunitet duke bashkëpunuar me gjithë shoqërinë. Nga ana tjetër ti thej që vota nuk është kryesore, pra duhet kemi një bashkëpunim dhe personat duhet të jenë edhe më të përfshirë në politikë dhe në gjëra të tjera. Jo të gjithë kanë mundësinë apo kapacitetin që ta bëjnë një gjë të tillë. Por ajo çka të gjithë mund të realizojmë është procesi i votuarit. Pra një person i thjeshtë edhe ai i cili nuk ka bagazh, si të themi, arsimor me vete apo nuk është në një stat të rëndësishëm pune, edhe ai mund të votojë. Edhe dikush i cili ka mundësi ekonomike, edhe ai i cili nuk ka mundësi ekonomike, të gjithë mund të votojmë dhe është e drejta jonë e parë që na bën të barabartë në një shoqëri ku mund të kemi edhe pabarazi në shumë raste. Kështu që ky është argumenti im. Faleminderit. Shumë faleminderit edhe këtë herë. Atëherë dua të theksoj diçka për sa i përket pjesës së historisë. Historia jo rrallëherë neve na ka treguar se në shtete të caktuara
neve jemi duke folur për Shqipërinë, por ama neve kemi atë manin që neve marrim edhe shembull shtetet e tjera kur i përket periudhave legjislative që neve kemi në Shqipëri, neve theksojmë që historia jo rallëherë na ka treguar se në ato shtete ku pjesa janë thyer ato rregullat morale, siç është për shembull detyrimi individual dhe mbi të gjitha vota është bërë detyruar, ato kanë shkuar në disa regjime të cilat ndodhen larg anës demokratike, siç janë për shembull regjimet komuniste, dhe që kjo ndodhi edhe në Shqipëri. Nga ana tjetër u përmend fare mirë nga ana jote që jo të gjithë kanë mundësinë bagazhin arsimor që të përfshihen në aktivitetet e komunitetit apo në aktivitete demokratike. Atëre lind pyetja, pse ata që nuk kanë një bagazh arsimor për të përfshirë në këto aktivizma, komunitete të tjerë, neve tu besojmë votën, pasi në të vërtetë ata mundet që të zgjedhin një parti të cila ndikojnë nga premtimet dhe më pas ajo parti duke që sepse ata nuk kanë një formim të caktuar politik, atë edukatën politike që ne i quajmë në Shqipëri, neve tu besojmë këtë votë. Dhe nga ana tjetër unë përmenda fjalën kyç, që në fushata bën premtime. Nga e dim ne që neve i gjithë ky popull, të gjitha ajo bashkësi individuale e cila neglizhon anën e votës, e cila synon që të gjitha ato premtime dhe ato të gjitha ato pakënaqësi që ata kanë, do të le të themi do të zgjidhen, pasi në Shqipëri neve dim shumë që bën shumë më shumë premtime në fushata, por ama asnjëra prej atyre premtime, jo asnjëra, është fjalë e madhe, por pjesa më e madhe atyre premtime që bën nuk realizohen. Atëherë pse i gjithë kjo fuqi e madhe popullore e cila do të çohet dhe do të thotë që un kam të drejtat e mia dhe dua që të zgjidh këto çështje, nga e dinë që ato do të le të themi të realizohen. Dhe nga ana tjetër ekziston që asnjë prej shembujve konkret në disa shtete të caktuara na kanë vërtetuar që kur një masë shumë e madhe popullore çohet, ato nuk do të shkojnë asnjëherë mirë, pasi do të shkojnë ose në regjime komuniste, siç ndodhi për shembull në revolucionin e vitit 1980 ose si në Bashkimin Sovjetik në vitin 1929, u çua një masë shumë e madhe popullore dhe në fund nuk doli ajo e cila rezulton. Pse? Sepse në momentin që neve kemi një masë popullore, secili prej nesh ka në bazë që unë në fund të kësaj revolte apo në fund të këtij revolucioni unë do të jem në le të themi baza e gjithë lideri këtyre. Dhe për këtë kanë një mani politike, le të themi që të bëjnë premtime boshe. Faleminderit. Atëherë për pjesën e atyre që thej që personat që nuk do kenë bagazh mjaftueshëm pse duhet votojnë, edhe mos votimi do të thotë që ti po mbështet diçka të caktuar. Pra nëse pjesa më shumica shkon me një X gjë, edhe ti që nuk voton zëre se je bërë palma atë. Dhe përsa i përket pjesës që përmendet diktaturën dhe komunizmin, vota nuk ka qenë e detyruar, vota ka qenë e lirë, por propaganda ka bërë që njerëzit zgjedhin atë çka thonte shteti. Kjo sipas ideologjisë marksiste-leniniste për zgjedhur kultin e individit, siç ishte në Shqipëri me rastin e Enver Hoxhës apo edhe në Bashkimin Sovjetik etj. etj. Pra do doja të thoja që të jesh i detyruar për të votuar nuk do të thotë që ti të votosh atë që mendojnë të tjerët. Pra ti duhet jesh i detyruar të votosh si një përgjegjësi e jotja, pa patur këtë bindjen që duhet votosh patjetër diçka të caktuar, siç ndodhi në rastin e diktaturës siç ti e përmende. Pra ne nuk po themi që duhet jesh i detyruar me se s'bën të votosh diçka të caktuar dhe atë që ti nuk don, por të jesh i detyruar që të marrësh pjesë në shoqëri me këto gjërat e vogla, duke nisur që nga vota për të sjellë një ndryshim real për gjithë komunitetin, se çdo gjë na prek gjithëve. Pra nisemi nga vetja, por flasim për të gjithë, për të mirën e përbashkët. Faleminderit. Shumë faleminderit edhe një herë. Atëherë dua të theksoj diçka. Kur neve analizojmë pjesën e historisë, neve kemi dy pikpamje. Pikpamja de jure dhe pikpamja de facto. Pikpamja de facto është ajo se çfarë ishte në të vërtetë, pra se çfarë realizohej, ndërsa de jure është ajo se çfarë parashikohej nëpërmjet kushtetutës. Partia Demokratike e Shqipërisë ose ndryshe komunizmi, pasi ne themi ishte emër i fshehur, na përcaktonte që vota ishte e lirë. Pra në vërtet bëj propaganda që pse neve duhet që të votojmë për anën komuniste, por ama çfarë ndodhte nëse nuk do të votohej. Nuk ishte ana e propagandës, por ama ishte ana e frikës. Dhe këtu vjen një argument tjetër kyç, që siç na thotë edhe tema, vota e detyrueshme, detyrim. Detyrim nga Kombet e Bashkuara, nga Konventa e Madhe, përcaktohet si një humbje një përgjegjësie individuale, ose ndryshe detyrimi moral, e cila na shkon jo rallëherë në prishjen e detyrave të njeriut, dhe pikërisht më pas nga ajo frika e cila do të mbizotrojë kur vota të bëhet e detyruar. Dhe nga ana tjetër doja të thoja që neve në Shqipëri kemi me të vërtetë një sër partish, dhe neve duhet të kapim një arsye se pse këta persona e kanë neglizhuar kaq shumë mungesën e votës. Dhe nëse neve do të dalemi në anë statistikore apo në anë studimore, arsyeja më e madhe është sepse ata nuk kanë gjetur një parti stabile e cila thotë që unë këtë e pëlqej dhe do ta votoj. Dhe kjo është pikërisht ajo se çfarë ndodh këtu, që jo të gjithë ata persona suportojnë pikpamjet e një partie. Dhe në të vërtetë pastaj kemi ato që vota ose do të blihet nga njëra anë ose unë do të votoj vetëm që le të themi me atë votën detyruar. Pra unë votova e plotësova anën kushtetuese. Nga ana tjetër me Kushtetutën e Shqipërisë, për sa i përket procesit të votimit, neve na thuhet se persona të ndryshëm përjashtohen nga ana e votës.
siç janë për shembull personat jo me bagazh të madh mendore të tjerë. Dhe pikërisht për këtë arsye neve do që ta vendosim votën detyrueshme, duhet që neve të ndryshojmë Kushtetutën e Shqipërisë, e cila me ato pikpamjet legislative kërkon një kohë shumë të gjatë. Dhe për këtë arsye neve do të vonohemi me ato gjërat e vogla politike ku neve kemi akoma dhe më shumë gjëra në Shqipëri për të zgjedhur, për të ndalë në disa gjëra të vogla spontane. Faleminderit. Nisemi nga shpreha sovrani është populli, nëse sovrani është populli, atëherë populli duhet të jetë i përfshirë në atë çka bën dhe atë çka ndikon çdo ditë në jetën e tyre. Nëse ne do të votonim, ne do njihnim më mirë politikën. Pra shumë njerëz thjesht duke dëgjuar, duke parë përgjithsisht çfarë po ndodh me shtetin e tyre, zgjedhin mos votojnë, por pa hyrë më thellë për të kërkuar dhe për të gjetur atë ku është bindja e vet, sepse ndoshta nëse secili nga ne do të kulumtonte më mirë, do të kërkonte më mirë, do të zgjidhte me të vërtetë atë çka do sillte ndryshimin për shtetin e vet, por shumë thjesht dëgjojnë disa gjëra, bazohen tek ato dhe qëndrojnë indiferent ndaj procesit votuar duke menduar që është thjesht një proces që do të sjellë vetëm të këqija. Por duhet të ndalojmë dhe të kuptojmë që ndonjëherë fajin e kemi edhe vetë ne, duhet të informohemi më mirë, duhet të kuptojmë më mirë çfarë na thot një parti apo një tjetër dhe tek pjesa e votimit, përveç zgjedhjes së një partie politike, ne mund të votojmë edhe për të ngrihemi mbi gjitha, pra ne nuk na pëlqen asnjëra. Hajde bëjmë diçka të re. Gjithë së bashku duam një ndryshim të ri. Të ngrihemi gjithë së bashku për një parti ndoshta të re që do të kishte të gjitha këto, sepse kemi shumë persona sot që kanë bindje politike, por ndoshta nuk kanë atë përkrahjen e duhur. Kështu që ne gjithashtu do të thuaj që nuk po ndodh pjesa procesi mos votimi nuk është se po sjell ndonjë gjë të mirë, pra nuk është se po na bën që kemi ndaj një përfitim, po sjell më shumë të këqija, pra nuk po na sjell atë ndryshimin që ne kërkojmë, dhe këtë doja të thoja, pra që duhet votojmë për të mirën tonë, për të mirën e përbashkët, sepse është një proces i cili na siguron përfshirjen dhe na rrit përgjegjësinë qytetare që kemi secili nga ne në shtet. Mos pyesni se çfarë mund të bëjë shteti për ju, por pyesni se çfarë mund të bëni ju për shtetin. Është kjo shprehje shumë e famshme e John Kennedy-t. Në Amerikë kjo ka gjetur me të vërtet shumë hapje, por ama në Shqipëri jo shumë. Dhe për këtë arsye pse? John Kennedy ka thënë atë shtet është një gjë pak a shumë. Dhe në të vërtetë ajo se cili është problemi i Shqipërisë është ajo që përmendet pak më përpara, që neve duhet që të hapim një parti të re e cila kënaq interesat apo kërkesat e një pjesë të madhe të popullsisë. Me Kushtetutën e Shqipërisë, neve na përcaktohet gjatë procesit të votimit që partitë e reja nuk mundet që të votojnë me një herë deri në momentin që ato futen në një rrugë që bëjnë marrëveshje me një parti tjetër, ose në momentin që ato do të presin le të themi disa vite derisa të legjitimohet me një ajo parti. Për krimin e një parti neve na duhet lider, na duhen votues, premtues e të tjerë. Neve kemi shumë parti në Shqipëri të cilat me thënë të drejtën në proceset votuese dalin me një përqindje shumë të vogël. Dhe ana e cila le të themi e kursen atë votën është ajo përqindja e vogël. Dhe për këtë arsye unë nuk mendoj se këto parti të reja të cilat do të formohen do të heqin atë monopolin e madh politik të partive të cilat lulëzojnë apo le të themi janë më të mëdha këtu në Shqipëri. Dhe doja që të shtoja edhe diçka për ta mbyllur, që për sa i përket pjesës së votës së detyruar si një përgjegjësi qytetare. Përgjegjësia qytetare nuk arrin dot që të përcaktohet vetëm nga ana demokratike, pasi përgjegjësia qytetare është edhe ky debati që jemi duke bërë ne tani. Pra neve jemi duke ngritur disa vlera morale të cilat neve kemi. Dhe për këtë arsye procesi i votës është vetëm një pjesë shumë e vogël e kësaj përgjegjësie aktive qytetare. Dhe për këtë arsye unë nuk mendoj se kjo pjesë e vogël do të ishte mbi ato të gjitha përgjegjësitë të madhe qytetare që neve kemi dhe neve të vendosim procesin e votës përpara. Shumë faleminderit dhe kjo është e gjitha. Mirë, faleminderit të dyve. Tani është momenti që juria të mblidhet, bëj vlerësime dhe pas pak të mësojmë edhe gjysmë finalistin e dytë, që do të ketë një debat me 28 nëntorin nga Shkodra. Faleminderit.
shohim tani edhe gjysmë finalistin e dytë të kësaj gare, midis shkollës Aleksandër Mojsiu dhe shkollës Asim Zeneri nga Gjirokasta. Ftoj jurin që të bëj komentet dhe vlerësimin mbi atë çfarë ata kanë vlerësuar, mbi të gjithë kriteret e vlerësimit që neve kemi si bazë të këtij formati, kështu që fjala është për ju. Përshëndetje. Sigurisht një debat i fortë, prodhon edhe disa polemika në një juri. Megjithatë bijem dakord në vendimin që kemi marrë. Unë dua që ta nis me një përgëzim për punën e palodhur që bën stafi arsimor me ju, Zysha të rastin konkret. Për të kaluar tek ju që jeni prodhimi një pune të madhe që bëhet edhe nga stafi me trajnimin, nga stafi i organizatës me trajnimin që bën, dhe na sillni këtë rezultat që për hir të së vërtetës është një rezultat shumë i kënaqshëm. Faleminderit për debatin që na dhuruat. Do kisha shumë këshilla në fakt, po kam përshtypje që në fazën që ju keni arritur, duhet i keni marrë parasysh gjitha ato që ne ju kemi thënë. Unë do juftoja vetëm që nga ky format të merrni iniciativen shumë të këndshme të debatuari duke pasur parasysh disa rregulla. Do doja që respekti në debat të ishte primari mbi gjithë tjerët dhe pastaj gjuha e artikuluar. Sigurisht ne mbase për shkak të formatit nuk i themi dot gjitha gjërat në 1 minutë, por duhet jemi konqiz dhe duhet themi ato që në fakt ka vërtet rëndësi. Duhet i përmbajmë mesazhet që ne duam të shprehim. Temat ne na bie herë të kemi qëndrimin pro, herë qëndrimin kundër, cili do të jetë qëndrimi, ne duhet ta kemi parasysh që nuk ka debat nëse ne nuk përfshihemi. Pra të qenurit linear në debat nuk është forma e duhur e debatuarit. Sikundër, nuk është forma e duhur edhe nëse ne përfshihemi më shumë se duhet dhe sugjestionojmë ose përdorim forma të ndryshme ironie ose arrogancë teksa debatojmë. Unë ju uroj shumë suksese dhe cilado qoftë skuadra që vazhdon përpara, uroj që të marrë më të mirën e këtij edicioni. Përshëndetje edhe nga unë. Unë do ta nis me Zyshat. Shumë faleminderit për gjithë kohën që ju keni kushtuar debatuesve, sepse kultura e një debati, pavarësisht se tek disa mund të jetë e lindur, por është edhe nxitur nëpërmjet këshillave dhe argumentave që ju i keni udhëhequr. Kështu që faleminderit shumë për punën tuaj. Unë në fakt do doja të thoja disa gjëra. Nuk është se këtë vit për shkak të angazhimeve dhe ngarkesës nuk e kam ndjekur dot të gjitha debatet, por ajo çfarë mund të them është që sot kam ndjer vërtet kulturën e një debati. Me debatin tuaj, në debatin e parë, deri tek debatuesi 5. Ka qenë një qasje jashtëzakonisht shumë e bukur për mënyrën se si ka iniciuar nga të dy, edhe nga Kesi edhe nga Danieli, për mënyrën se si keni vazhduar ping-pong. Dhe në një moment caktuar, njëri nga ju, njëri nga skuadrat, e uli pak stekën, pra ishit në një nivel shumë të mirë të zhvillimit të debatit, por e uli qasjen e argumentit, qoftë edhe ndonjëherë tonaliteti i zërit ka të bëjë shumë, dhe kjo u pasua edhe nga skuadra tjetër. Kështu që këshilla ime është që nëse e ndjeni këtë gjë, në njërin skuadër, skuadra tjetër nuk mund të luajë lojën e kundërshtarit. Duhet që të jeni mbi kundërshtarin në mënyrë që të bëni diferencën, sepse kjo gjë ka bërë një diferencë të parë në diskutimin ton, se kush do jetë ai që do vazhdoj pjesën e gjysmë finales, ku fundi i debatit, që ka qenë Shehana edhe Amelia, e rikapën si gjë, por krijuat një bark. Dhe te ky bark ne bëm diferencën. Thjesht keni parasysh që kushdo që të vazhdoj për gjysmë finalen e parë, skuadrën që keni përballë keni shumë të fortë, kanë qenë fituesit e vjetshëm, kështu që keni ose vath në vesh që nuk duhet të krijoni bark. Nëse skuadra tjetër e bën, ju nuk duhet ta bëni. Dhe kjo u vure pak nga të dyja, por njëra e rikapi, arriti e rikapi me vetëdije pa vetëdije, kjo bëri një diferencë për ne në vlerësim. Së dyti,
do doja që në debatin e parë e keni filluar me shumë shembuj, me shumë argumenta të parashtruara, jashtëzakonisht shumë sakt. Në debatin e dytë u kapët vetëm në 2 element. Dhe patët të dy një lloj qasje politike, ndërkohë që pyetja është qytetare. Tema ishte në aspektin qytetar. E rikthyet vetëm në fund të debatit, duke kapur aspektin qytetar. Në vetvete vota nuk është çështje politike. Vota është një element thelbësor për qytetarinë, për të krijuar sigurisht një politikë të sigurt. Por nëse qytetarët nuk votojnë, askush, as nuk mund të kemi një politikë. Dhe vota ka ardhur si rrjedhojë e një zhvillimi politike shumë më të mirë. Kështu që këshilla ime është, e dyta përsëri, kushdo nga ju që të jetë fitues, dhe nëse ju bie një temë, kapeni aspektin qytetar më shumë se sa në aspektin politik. Keni parasysh që këtu jeni për zhvillimin e mendimit kritik. Dhe ajo sot, çfarë ne vëmë re në të gjitha emisionet televizive, por edhe në pjesën politike, është sa mangësi dhe mungesë ka mendimi kritik në të artikuluarin dhe në të shprehurin e të gjithë formacioneve, qoftë televizive, qoftë komunitare, qoftë politike, por qoftë edhe kur diskutoni me njëri tjetrin. Dhe besoj që unë e keni të qartë që ky kompeticion vetvete ka zhvillimin e mendimit kritik. Nuk është thjesht një garë, por është sepse unë personalisht e them gjithmonë dhe jam e bindur që në një 10 vjeçar të ardhshëm të gjithëve ju shikoj jo vetëm pjesë të politikës, por ju shikoj si pjesë të liderave të ardhshëm në funksione të ndryshme. Dhe për këtë jam gjapo e sigurt. Një pjesë të mirë të gjyqtarëve që janë sot kanë qenë si ju dikur, debatues, dhe sinqerisht për ne që kemi filluar në edicionin e parë, është një lloj krenarie që i shikojmë që të jenë në të njëjtin nivel dhe më të mirë edhe se sa ne. Dhe kjo nuk është çështje konkurrence, absolutisht, por kur ti shikon një produkt të ndërtuar mirë dhe është i qenësishëm, do të thotë që puna jote nuk ka ikur kot. Ti rikthehemi temës. Unë e them gjithmonë, kjo është një këshill personale imja, për disa bie dakord, për disa bie nuk dakord, por ajo fjala e urtë që thot i duruari i fituari nuk ka dal kot. Qetësia është një element shumë i rëndësishëm në debat, sepse të jep kohën për të mos u nisur nga emocioni, nga vorbulla, nga pjesa që të rëmbehesh, por ta mendosh mirë dhe ta artikulosh mirë. Kështu që keni në vëmendje kjo në nivel grupi, por edhe në nivel personal për secilin nga ju. Vetbesimi është një element tjetër shumë i rëndësishëm, në të cilën secili duhet të ketë besimin në atë që thot. Nëse nuk e beson këtu, nuk e për ta bindur kur tjetrin. Kështu që keni parasysh gjithmonë edhe këtë në aspekt grupi. Mund ta keni secili nga ju, por nëse njëri çdon gjithë grupi. Dhe ajo çfarë unë vura re sot në një debat, tek tuk në disa momente, debati është parashtrim argumenti. Nuk është për të bindur tjetrin. Por ti thuash që argumenti im është ky. Ne e marrim në xhep ose e hedhim. Por jo për të mbushur mendjen. Dhe shpeshherë kjo u vure pak nga njëra skuadër, që dukej në qasjen time dhe gjyqtarët e tjerë janë dakord, që ishte një lloj parashtrimi i problemit, duke tentuar, ja u theksova edhe një herë, tonaliteti i zërit është shumë i rëndësishëm në pjesën e argumentimit, prandaj e lidha me qetësinë, prandaj e lidha me durimin. Duke sikur jepnit më shumë për të mbushur mendjen. Jo. Duhet keni besim në atë që thoni. Kjo është ajo që them unë, kjo dhe nuk ka tjetër, sepse argumenti im është ky, i cili lidhet me këtë gjë, me këtë statistik, me këtë shembull, dhe ofron këtë zgjidhje. Ajo që më pëlqeu pafund ishte që në të dyja skuadrat në argumentim her pas here keni dhënë zgjidhje të problemit. Tema e parë ishte shumë e bukur dhe të lejon në fakt për të vërtetës që ti japësh zgjidhje, se ka shembuj pafund. Por tema e dytë është ajo që realisht bën diferencën dhe sigurisht edhe lideri deri diku bën diferencën. Megjithatë unë duhet të përgëzoj shumë Kesin edhe shumë Danielin, sepse di që mbani një bar përgjegjësie, sidomos se pjesa e liderit, keni përgjegjësinë e të gjithë grupit. Tani cili do qoftë ai që kalon në gjysmën finale, për mua janë gjithë fitues. Dhe këtë duhet ta besoni në veten tuaj dhe të mos hiqni dorë kur nga kjo rrugë, sepse kjo është një rrugë që bën shumë diferencë me bashkëmoshatarët tuaj.
nuk e kuptojnë tani, por më besoni që do kuptonin në 10 vjeçarin e ardhshëm se sa diferencë bën kjo gjë. Qoftë në universitet, qoftë në punë dhe në çfarë do lloj profesioni që mund të keni në jetë, të arrish të kesh një kulturë debati sot, është vërtet një luks që jo të gjithë e kanë mundësinë dhe nuk ka para që e paguan. Shumë sukses e gjithëve. Faleminderit e dashur Aspa. Se di pse prisja të fliste më shumë Eugena, po në fund fole më shumë. Gjithsesi, jam shumë dakord që përveç debatit që ju bëni, ka një debat edhe për së brendshmi që ne e marrim përsipër ta analizojmë. Është shumë e rëndësishme për çfarë vihet këtu dhe është shumë e rëndësishme se për çfarë ne përfshihemi. Jetojmë në një epokë dhe unë do e kem mesazhin shumë të shkurtër sepse në fakt pavarësisht se bëra pak shaka, unë besoj vërtet në ato që Aspasiana tha, sepse vërtet ajo do jo vetëm t'ju motivoj, jo vetëm t'japi një leksion të vogël në ato minuta që kanë dispozicion, por edhe të tregoj se sa e rëndësishëm është vokacioni juaj, pra e ka me ju. Kështu që juftoj që ta ndiqni këtë debat që është live, ta ndiqni veten tuaj, pra mos mendoni se mbaroi këtu debati dhe mund mos përmirësoheni, ndiqeni debatin, shikojeni debatin. Mua më pëlqejnë gjitha shënimet që kolegët kanë bajtur, sepse praktikisht njihni dhe emra, domethënë unë gjë që unë nuk e pata aq të rëndësishme në momentet e caktuara. Por ajo që duhet të them është fakti që ne përballemi edhe në ridebate dhe besoj që disa nga termat, ndoshta në atë që quhet dekada e parë e ridebatit, mund dhe duhet të ndryshojnë. Sot ne jemi në një shoqëri ku më shumë ka broadcasting dhe broadcastingu është individual, ndoshta edhe politikat rinore akoma janë pa updetuara kundrejt jush për këto lloj komunikimi, kështu që ridebate mbetet platforma e vetme e cila ju unifikon dhe jep mundësi bashkarisht të shkoni në debat, në një cikël ku të qenurit broadcast personal i ka ndryshuar zakonisht shumë gjërat. Tani le të shkojmë tek pjesa më e vështirë, ana e hënës që nuk dukej tashmë do duket. Ata të cilët do të kalojnë në fazën tjetër, ju lutem kini parasysh të jeni shumë të vetëdijshëm në ato që tha Aspa, ta lexoni, ta rilexoni, ta kuptoni, ta rilexoni nën tekstin e atyre që tha dhe të nxirrni dhe të keni rezultate, sepse me ata që do përballeni, me sa më than, janë vërtet, por kjo jo për të qenë kështu si thon demotivues. Merrni pak më ndryshe. Atëherë, shkojmë me shkollën e mesme Asim Zeneli Gjirokastër, e cila ka mbledhur 228 pikë. Suksese. Dhe do të shkojmë në këto momente me pikët e mbledhura nga Juria me shkollën e mesme Aleksandër Mojsiu Kavaj, e cila ka mbledhur 253 pikë. Suksese. Pra, sikur se u vetë kuptua edhe nga rezultati, shkolla që do të vazhdoj garën, pra gjysmë finalen e parë, do të jetë shkolla Aleksandër Mojsiu nga Kavaja. Dua të falenderoj padyshim shkollën Asim Zeneli.